Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka uruar shqiptarëve nga Elbasani ditën e verës, ndërsa u ka bërë thirrje që më 11 maj të ndahen nga regjimi që i varfëroi ata deri në palc. Berisha tha se u premton qytetarëve se në 3 muajt e parë të qeverisjes do të zbatohet paketa e dëmshurisë që ka në thelb minimumin jetik 200 euro, pension jo më pak se 200 euro. Qytetarëve të Elbasanit, banorëve të Tiranes, barë shqiptarëve, ju uroj nga zemra këtë festë, në të lashtër, në të bukur e festave, festën e ndrimit të natyrës, festën e shpresës, e bukurisë, lule. Dita e verës e gjën Elbasanin, i gjënë shqiptarët, më optimist, më besim plot se kur, në ndryshimin e madh të 11 maj. 11 maj, ose kjo ditë, frymëzon çdo shqiptar që me 11 maj të ndahen nga ky regjim që i varfroi ata gjerë në palc. Dhe unë sot nga Elbasani duhet t'u premtoj shqiptarëve, kudo që janë, se 3 muajt e parë, ajo që e kemi quajtur paketë e dhimbshurisë, do të nxjerrë çdo shqiptar nga varfëria ekstreme ata që janë. Do të thotë se do kenë një minimum jetik prej 200 eurosh. Nuk do ketë pensionist që do marrë ndën 200 euro pavarësisht se e ka sot pensionin dhe pavarësisht nëse ka apo jo pension dhe pavarësisht nëse e ka të plot apo të pjesëshëm. Krahas rritjes së pensioneve, ish-kryeministri Berisha u premtoi qytetarëve se pas datës 11 maj, me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, do të ketë edhe rritje të pagave krahas pensioneve dhe minimumit jetik.